Bia reflekton për ndryshimin, një dëshirë për një jetë të re, në një moment të hapur dhe të ndjerë në Big Brother Kosova, Bia vendosi të flasë me banorët për atë që ndjen brenda saj dhe për ndryshimin që dëshiron të bëjë në jetën e saj. Me një zë të qetë, por të ngarkuar me emocione, ajo tregoi se nuk është më ajo që të tjerët kanë parë deri tani. Jam ndryshe nga ajo që keni parë për mua, tha Bia, duke treguar se personi i saj i brendshëm nuk është plotësisht i reflektuar nga imazhi publik ose nga vendimet që ka marrë në të kaluarën. Fjalët e saj ishin të sinqerta dhe reflektuese, duke nxjerrë në palë dëshirën e fortë për të ndërtuar një version më të mirë të vetes. Ajo shtoi, nuk dua të bëj më atë jetë që kam bërë. Dua të vazhdoj një jetë tjetër. Ky vendim tregon një dëshirë të fuqishme për rritje personale dhe për të ndryshuar rrjedhën e jetës. Bia dëshiron të ndajë me të tjerët një pjesë të saj që është e përmbajtur, e ndjeshme dhe e ndërtuar mbi përvojat dhe reflektimet e së kaluarës, mes lotëve të heshtur dhe shikimeve të thella. Ajo tregoi se ndryshimi nuk është i lehtë. Është një proces që kërkon guxim, vetdije dhe vendosmëri. Por për Bian, kjo nuk është thjesht një dëshirë e përkohshme, është një vendim i thellë për të rifilluar, për të ndërtuar një jetë që është më afër asaj që ajo dëshiron të jetë dhe të përjetojë. Mes banorëve, fjalët e saj u pritën me respekt dhe ndjenja të fuqishme mbështetjeje. Publiku gjithashtu mund të ndjejë sinqeritetin dhe guximin e saj, sepse rrëfimi i një personi që vendos të ndryshojë është gjithmonë i prekshëm dhe frymëzues. Ky moment në Big Brother Kosova nuk është vetëm një reflektim mbi të kaluarën e Bias, por edhe një mesazh për çdo person që dëshiron të ndryshojë rrjedhën e jetës së tij, se ndryshimi është i mundur, se e shkuara nuk përcakton të ardhmen dhe se guximi për të ndjekur një rrugë të re mund të shënojë fillimin e një kapitulli të ri dhe të bukur. Bia rrëfen sfidën e saj me OnlyFans, një histori e vështirë dhe e ndjerë. Në një moment të ndjerë dhe të sinqert në Big Brother Kosova, Bia vendosi të flasë hapur për një pjesë të jetës së saj që ka qenë e vështirë dhe e ndikuar nga presioni, përvojën me platformën OnlyFans. Me një ton të qetë, por të ngarkuar me emocione, ajo tregoi se nuk ishte një zgjedhje e thjeshtë apo lehtësisht e marrë, por një vendim që u bë nën presion dhe nevojë. Isha e detyruar të bëja atë profesion, tha Bia, duke u përpjekur të shprehë peshën që kishte mbajtur gjatë kësaj periudhe. Ishte tepër e vështirë për mua. Nuk ishte diçka që bëja me zemër të qetë. Por ndonjëherë jeta të shtyn të marrësh vendime që nuk janë të lehta. Fjalët e saj zbulojnë brishësinë dhe ndjeshmërinë e një personi që përballet me realitetet e vështira dhe pritshmëritë që shoqëria ose situatat e jetës i vendosin mbi supet e saj. Bia tregoi se kjo eksperiencë e ka sfiduar emocionalisht, duke e detyruar të përballet me presion, kritika dhe ndjenja të përzierë, një përzierje mes nevojës për të siguruar jetesën dhe mbajtjes së dinjitetit të saj personal. Në bisedën me banorët e tjerë, Bia theksoi se kjo periudhë e jetës së saj e ka mësuar shumë, për forcën që mund të gjejë brenda vetes, për rëndësinë e vendimeve të ndërgjegjshme dhe për nevojën për të ruajtur respektin për veten, pavarësisht rrethanave. Ajo shprehu gjithashtu dëshirën që njerëzit të kuptojnë se sfidat që shihen nga jashtë shpesh fshehin histori komplekse dhe emocione që nuk janë të lehta për t'u përballuar. Ky rrëfim ishte një nga momentet më të hapura dhe të ndjera të sezonit. Publiku kuptoi jo vetëm presionin që Bia ka përjetuar, por edhe kurajën e saj për të folur dhe për të treguar pjesën e ndjeshme të jetës së saj, duke treguar se forca nuk është mungesa e vështirësive, por aftësia për t'i përballuar ato dhe për t'u rritur përmes tyre. Në fund, Bia la një mesazh të qartë. Ajo nuk e konsideron atë eksperiencë si diçka që e ka përcaktuar. Bia e emocionuar deri në lodh. Surpriza e të atit në Big Brother Kosova. Një nga momentet më prekse të këtij sezoni të Big Brother Kosova ishte kur Bia mori një surprizë të papritur nga Jati. Në çastin kur dera u hap dhe ai u shfaq përpara saj, emocioni i saj shpërtheu pa rezistencë. Ajo ra në gjunjë, duke mos e besuar atë që po ndodhte. Lotët nisën të rridhnin pa pushim në përfaqet e saj, ndërsa zëri i saj dridhej nga gëzimi. O i madh Zot, ca surprize! Përshpëriti Bia, duke treguar se nuk e kishte pritur kurrë këtë moment. Gjunjët e saj mbajtën peshën e gjithë emocioneve që kishte mbajtur për ditë të tëra brenda shtëpisë, mallin për familjen, përpjekjen për të qëndruar e fortë, tensionin e lojës dhe dëshirën për të ndarë lumturinë me të dashurit e saj. Lotët që i rridhnin faqet nuk ishin vetëm shenja trishtimi ose mallëngjimi, por një shprehje e pastër e gëzimit, lehtësimit dhe dashurisë së pakushtëzuar. Ky moment tregoi edhe një herë se, pavarësisht debateve, sfidave dhe lojrave brenda Big Brother Kosova, lidhjet familjare mbeten të paprekshme dhe fuqizojnë çdo banor.
Mbështetja e një prindi në një lojë ku çdo gest dhe çdo fjalë interpretohet, mund të jap kuraj të jashtëzakonshme dhe të rikthejë moralin kur ai është ulur, Bia, me lot në sy dhe gjunjë në tokë. Tregoj se emocionet e saj janë të vërteta dhe të sinqerta. Çdo përqafim, çdo fjalë e thënë nga Jati dhe çdo moment i përjetuar në atë çast do të mbetet i paharrueshëm për të, si dhe për publikun që e pa dhe ndjeu përmes kamerave. Ky episod ishte një kujtesë e fuqishme se në Big Brother Kosova, edhe pse kaloi strategji dhe tensione, ndjenja njerëzore, dashuria dhe mbështetja e familjes janë ato që lënë gjurmë të thella dhe të paharrueshme. Dhe për Bian, ky moment ishte më i madh se çdo sfidë brenda shtëpisë, një surprizë që e bëri të ndjehej e dashur, e vlerësuar dhe e fuqizuar për të ecur përpara. Bia Khalifa surprizohet nga Jati, një moment i paharrueshëm në Big Brother Kosova, një nga momentet më emocionuese dhe të papritura të këtij sezoni të Big Brother Kosova ndodhi kur Bia Khalifa u surprizua nga Jati, i cili hyri në shtëpi për ta takuar dhe për ta mbështetur në lojën e saj. Atmosfera menjëherë u mbush me emocione të forta, lodh dhe buzëqeshje që flisnin më shumë se çdo fjalë. Kur dera u hap dhe Bia pa të Atin përballë, ajo nuk mund të mbante dot emocionet. Shikimi i saj ishte i mbushur me habi, lumturi dhe mall të përzier. Ishte një nga ato momente që tregojnë se përtej lojës, familja dhe mbështetja e të dashurve kanë një peshë të jashtëzakonshme. Jati i saj, me një buzëqeshje të ngrohtë, e përqafoi dhe i tha fjalë që e ngrohen shpirtin, bravo për lojën që po bën, je më e mira. Ec përpara, do ja dalesh. Këto fjalë nuk ishin thjesht një mbështetje e zakonshme, ato ishin një energji motivuese që i dha Bias kuraj për të vazhduar, për të qëndruar e fortë dhe për të treguar karakterin e saj brenda shtëpisë së Big Brother. Ishte një rikthim të burimi i forcës së saj, të familja, të dashuria dhe përkrahja që nuk mungon kurrë. Banorët e tjerë që ishin pranë përjetuan emocionin e saj dhe ndjenja e përgjithshme ishte e papërshkrueshme. Shumë prej tyre u prekën nga ndjesia e ngrohtësisë familjare dhe nga mënyra se si mbështetja e prindit mund të ndikojë në moralin dhe vendosmërinë e një banori. Ky moment shërbeu edhe si një kujtesë për publikun se, pavarësisht lojrave, strategjive dhe debateve brenda shtëpisë, ndjenja njerëzore dhe lidhjet familjare janë ato që japin forcë dhe kuptim. Lotët e Bias, përqafimi i ngrohtë dhe fjalët e thëna nga Jati krijuan një imazh të fuqishëm dhe prekës, që nuk do të harrohet lehtë. Në fund, surpriza e prindit nuk ishte vetëm një takim i thjeshtë. Ishte një mesazh i fuqishëm që tregon se kur je i mbështetur nga ata që duan më të mirën për ty, mund të përballosh çdo sfidë dhe të ecësh përpara me besim dhe guxim. Bia tregon historinë e saj, dhimbje, dhunë dhe sakrifica për të mbijetuar. Në një nga momentet më të ndjera dhe më të sinqerta të Big Brother Kosova, Bia vendosi të ndajë me banorët dhe publikun historinë e saj. Një rrëfim i dhimbshëm, i ndërtuar mbi sakrificat dhe dhimbjet e një fëmijërie të vështirë, që tregon se sfidat e jetës nuk zgjedhin moshën. Bia filloi duke shpjeguar fillimin e jetës së saj. Ajo dhe familja e saj u nisën nga Rumania drejt Italisë në kërkim të një jete më të mirë. Por sfidat nuk ishin të pakta. Në fillim ishte shumë e vështirë, tha Bia. Babai me maman shkonin keq dhe tensioni në familje ishte i madh. Ajo tregoi se dhuna nuk ishte diçka që ndodhte vetëm sporadikisht. Babi na rrite gjithmonë që të vegjël, vazhdoi Bia, jo vetëm mua, por edhe vëllain tim, Ina. Ishte një dhunë që nuk na kursente asnjë moment. Fjalët e saj mbushën dhomën e banorëve me heshtje. Ata dëgjonin çdo detaj me vëmendje, duke kuptuar peshën e madhe që kishte mbajtur Saja në të vegjëli, por dhuna nuk erdhi vetëm nga babai. Bia tregoi se edhe Ina, motra apo vëllai tjetër i saj, shpesh u ndëshkonte dhe turturonte në mënyra që i bënin fëmijët të ndiheshin të pafuqishëm. Na dhunonte shpesh dhe nuk kishte moment qetësie, shtoi Bia. Ishte shumë e vështirë të rriteshe në një ambient ku frika ishte pjesë e çdo dite. Në mes të rrëfimit, Bia u ndal për një moment dhe lotët e saj flisnin më shumë se fjalët. Publiku dhe banorët e tjerë kuptuan se kjo nuk ishte thjesht një histori dramatike për spektakël televiziv, por një rrëfim i thellë dhe personal, një përpjekje për të ndarë dhimbjen dhe për të ndërtuar empati. Ajo gjithashtu theksoi se historia e saj nuk është vetëm një tregim dhune, por edhe tregimi i forcës dhe guximit për të mbijetuar. Edhe pse e vogël dhe e ndikuar nga trauma e fëmijërisë, ajo ka arritur të qëndrojë fortë, të mos humbas veten dhe të luftojë për një jetë më të mirë. Ky rrëfim është një kujtesë se sfidat më të mëdha shpesh
Letra për familjen, reflektim dhe emocione gjatë festave nga shtëpia e Big Brother Kosova, familja ime e dashur, po ju shkruaj këtë letër në këto ditë të festave, duke menduar me gjithë zemër që jeni mirë dhe të lumtur. Edhe pse ndodhem larg jush fizikisht, mendja dhe zemra ime janë gjithmonë pranë jush. Çdo ditë që kaloj këtu është një sfidë, një luftë për të treguar se çfarë kam arritur dhe për të përballuar provat që Big Brother Kosova më ka vënë përpara. Ka momente që ndihem shumë i lumtur. Kur mendoj për arritjet e mia, për mënyrën si jam përpjekur të ruaj ndershmërinë dhe karakterin tim, ndihem krenar. Jam krenar për atë që kam bërë dhe për rrugën që kam ndjekur deri këtu. Por ka edhe momente kur malli për ju më shtyp thellë në zemër. Çdo foto, çdo kujtim nga shtëpia më bën të ndjej dhimbjen e mungesës tuaj. Më mungon zëri juaj, aroma e ushqimit që bëni, bisedat e qeta dhe ato momentet e vogla që shpesh harrohen, por që kanë vlerë të madhe. Jam rritur me ju dhe për ju kam marrë shumë force. Nga ju kam mësuar çfarë do të thotë të jesh i vendosur, i durueshëm dhe i drejtë. Ju më keni mësuar të jem person i fortë, por edhe të jem i ndjeshëm, të kuptoj emocionet dhe të ruaj lidhjen me njerëzit që dua. Edhe këtu brenda shtëpisë, çdo sfidë, çdo konflikt dhe çdo moment i vështirë më bën të kujtoj mësimet tuaja dhe të gjej forcë për të vazhduar. Ka ditë kur sfidat duket se nuk kanë fund. Konfliktet me banorët, lojrat emocionale, tensioni i kamerave dhe presioni i publikut janë gjithçka që duhet të përballoj. Por edhe këtu, mes gjithçkaje, unë gjej forca dhe qetësi duke menduar për ju. Ju më jepni kuraj që të mos dorëzohem, që të jem i sinqert dhe të vazhdoj të luftoj për atë që dua të jem. Ndonjëherë më duket sikur dita nuk do të kaloj kurrë dhe se ndjenja e mallit për ju do të mbetet e pandryshuar. Por atëherë ndjej se dashuria juaj më mban gjallë, më bën të qëndroj i fortë dhe më rikthen buzëqeshjen. Çdo fjalë, çdo kujtim dhe çdo mesazh i vogël që marr nga